Mëngjesin e sotëm banorët e Furinës së Gostivarit kaluan kohën duke u munduar të nxjerrin ujë nga shtëpitë e tyre. Vërshimet e mbrëmshme shkaktuan dëme të mëdha në këtë fshat. Kjo është njëra nga shtëpitë në fshatin Furinë të Gostivarit. Pas përmbytjeve së natës së mbrëmshme, banorët e Furinës gjatë ditës së sotme mundohen që me pompa të nxjerrin ujë nga podrumet dhe shtëpitë e tyre. Situata është e rëndë, ndërsa dëmet në këtë fshat janë të konsiderueshme. Banorët thonë se dëmi është i madh dhe se nuk kanë fjetur nga frika se uji mund të rrezikojë jetën. Ata presin që institucionet komunale dhe qeveritare t'u dalin në ndihmë dhe t'i kompensojnë dëmet e pësuara. Edhe vetë janë dëmet bajgjit konsiderueshme, prap niveli tash ka ra pak, ka më mbron mish tepër i nalt, me të bllokuar edhe fshati krejt. Sipas informacioneve, krejt është problemi është pinë Llakavit, ajo i ka lishu ujrat në Balindolle dhe kanë arritur në Forinë. Ka t'i gjithë me fshati është përmbis, ka dëme materiale shumë. Si e kalu pa deri në 12 katëm që si muj, me motor, me kit, me partalla, me kova. Kur u fek struja, matëm, kapitulom, u predatëm. Dame pjot, u malitëm, komën dame, pjujtë. S'kom flet ala. S'kom koment, s'kom. është një rast që tragedi thonë për njerëzit, për kjo është tragedi jetë. Se gjithë që i kemi arri, sa e bona me ramet. Diçka gjëra se ku shpëtoha më zbesoj. A ke shumë do? Si nuk ka gjithë katë. Si kërëvishtë? Së di. Koment s'kom rëndë, se këtë me gurbet të është t'i këmbu. Shefni nuk ka koment që tregoj unë. Kjo de facto de jure. Life e keni bëhajnë. Unë qëtër zhë nuk di. Uj ka gjimës metre. Mrenda. Si t'ja bësh halin? Po halin që ne morë një motor, ta qes ka pak për jashta, sa të mundem, këtë ka një motor slat, motorin e vogël. A i ka huta gjenë në gropë, se ndërate kom kopatët, kom vuë një gropë, pa pas struj s'kishim pra, mundar strujene, që qashtu, që t'ja bëjmë halin qashtu. Nga komuna e Gostivarit njoftojnë se kanë formuar një shtab krize dhe se me makineritë e komunës dhe ndërmarrjet private po përpiqen t'u dalin në ndihmë banorëve. Ne si komunë, me të gjithë institucionet kena qenë në bashkëpunim dhe të gjithë qytetarëve i na mundu të ju dalim në ndihmë. Zonat më të prekura në komunën e Gostivarit kanë qenë fshati Furinë, fshati Llakavic, Turqani Vogël, disa lagje të qytetit, por ne si komunë kena qenë në bashkëpunim edhe me banorët e lagjës. Nga të gjithë këto të zonat të cilët i përmendëm, pika më kritike ka qenë në fshatin Furinë. Në fshatin Furinë, komuna e Gostivarit me të gjithë potencialin në të cilët i ka pas institucionet, kena qenë në bashkëpunim me këto banorë të ju dalim në ndihmë. Sipas banorëve të Furinës, një përmbytje e tillë ka ndodhur vetëm në vitin 1979. Ata presin që komuna të bëjë vlerësimet e dëmeve.